Shprehja e dashurisë dhe e dëmshurisë. Dashuria e çdo njërit për fëmijët e tij është një instinkt natyral. Ndoshta ka prindër të tillë që nuk i duan fëmijët e tyre nga thellësia e zemrave të tyre, por vetëm dashuria nga zemra nuk është e mjaftueshme për formimin e fëmijëve. Fëmia ka nevojë për dashuri që është e pasqyruar përmes veprave të prindërve. Fëmia dëshiron të puthet, të përqafohet dhe të shikohet me buzëqeshje. Kur prindërit i këndojnë ninullat, fëmia i shijon ëmbëlsitë e tyre. Fëmia dëshiron që prindërit të luajnë, të lodrojnë me të. Këtë fëmia e trajton si një shenjë të dashurisë. Zemrimin dhe konfliktet i konsideron si shenjë të pavëmendjes. Sa herë që prindërit e shikojnë fëmijën në kohëra të ndryshme, ai do vërej se apo e shikojnë me dashuri në fytyrat e tyre apo jo. Janë disa prindër që e shfaqin dashurinë e tyre të madhe vetëm përderisa fëmia shfoshnjë, por merritjen e fëmijës në mënyrë graduale e zvogëlon shprehjen e dashurisë dhe kur fëmia e arrin pjekurinë, ata heqin dorë plotësisht nga ai. Madje thonë se shprehja e dashurisë mund ta dëmtojë atë. Ky nuk është një qëndrim i drejtë. Fëmia pret dashurinë prej prindërve gjatë tërë jetës së tij. Ai ndjen kënaqësi nga shprehja e dashurisë së prindërve të tij dhe nëse e sheh se ata po e injorojnë atë, ai do të ketë ndjenjën e lëndimit. Posaçërisht mosha e pjekurisë është një periudhë shumë kritike e jetës së një personi kur mbështetja dhe udhëzimi i prindërve është më së shumti i nevojshëm. Është pikërisht kjo neglizhencë e prindërve ndaj adoleshentit që ndikon më së shumti në vetvrasje tek kësaj grup moshe. Janë edhe rastet kur personat e tillë zhduken në vende të panjohura. Nuk do të jetë e tepërt nëse këtu i citojmë disa rjeshta nga ditari i Nazninit, një tinejdxer. Kur mendoj për nënën dhe baban tim nuk mund të përmbahem së qeshuri, edhe pse ata meritojnë më shumë të vajtohen se sa të qeshen. Nëna është e zënë në botën e vet, e okupuar me detyrat e veta ditore, ajo ka dëshirë të ri dhe të përgojojë me orë të tëra me hallën Vizëri dhe zonjën Hamide. Nëse ndonjë nga vëllezërit apo nga motrat arrin në mes të bisedës për ndonjë porosi, ajo e urrente ndërprerjen. Ajo nuk vërente se gjatë përgojimit në lidhje me atë se a janë origjinale këpucët dhe fustanet e ndonjërit, ajo më bënte të ndjeja veten si ndonjë zog që vërtitej rreth rrotull ndonjërit për t'i zbrazur ndjenjat e zemrës. Nëna dhe baba janë të zënë duke u shtyr me fjalë njëri me tjetrin, apo duke ndenjur në ndonjë shoqëri dhe përgojuar të tjerët. Apo përndryshe nuk janë në shtëpi. Edhe unë jam i zënë tërë ditën në shkollë prej mëngjesit deri në mbrëmje, që prej disa ditëve unë i kam drejtuar sytë nga babai im. Arsimtari i letërsisë është psikolog. Sot ai foli për efektin që një baba mund të ketë në psikikën e vajzës së tij. Fjala e tij ishte ngulitur në zemrën time. Ai kishte të drejtë kur tha se unë konsiderohem i rritur në sytë e të gjithëve, por unë e ndjej nevojën e udhëzimit të babait tim më shumë se sa ndonjë gjë tjetër në jetë. Gjithnjë ekziston nevoja për fuqinë morale të ndonjë të urtë dhe të sjellshmi, por siç duket babai im nuk ka kohë për një gjë të tillë. Vendi më i mirë për trajnimin e fëmijëve posaçërisht në fazën e hershme të jetës së tij është shtëpia e tij. Në këtë periudhë fëmia pranon kujdesin e plot, mirësjelljen dhe dashurinë e prindërve. Këshillohen prindërit që sa të kenë mundësi të mos u besojnë çerdheve të fëmijëve lidhur me edukimin. Ndoshta këto çerdhe mund të jenë të pajisura më mirë për nga higjiena dhe ushqimi, por ato sigurojnë një jetë të ftohtë dhe të huaj për fëmijët. Vendi i tillë do të jetë si një burg për fëmijët që dëshirojnë shoqërimin e prindërve më shumë se çdo gjë tjetër në jetë. Vetëm mjedisi i mirë dhe ushqimi nuk mund ta plotësojnë zbrazëtirën e krijuar nga mungesa e dashurisë dhe e kujdesit të prindërve. I dërguari i Islamit ka thënë: "Nëse e pëlqenin ndo kënd, tregoni ndjenjat tuaja ndaj tij." Kjo shprehje e dashurisë ju afron më tepër ndërmjet veti. I dërguari kishte shprehi të luajë me fëmijët dhe nipat e tij për çdo mëngjes, duke shprehur dashurinë dhe dëmshurinë ndaj tyre.